Problemi me qenë ndacak në rajonin e Pollogut kërkon zgjedhje të përbashkët. Kryetari i komunës së Vrapçishtit Isen Shabani ka bërë të ditur se tashmë është hartuar plan detaj urbanistik dhe është siguruar leje ndërtimit për një strehimore rajonale, e cila do të vendoset pikërisht në territorin e kësaj komune. Sipas Shabanit, ky projekt është dakorduar brenda Këshillit për Zhvillim të Rajonit Planor të Pollogut, ku bëjnë pjesë 9 komuna. Megjithse dokumentacioni është gati, pengesa kryesore mbetet ndalja e mjeteve financiare. Kemi filluar planin detaj urbanistik për një strehimore për qend dhe ai plan ka mbaruar dhe është në fuqi tani. Projekti është gati, ku ka marrë lejen e ndërtimit, nga ana ime është të nënshkruar dhe është të plotfuqishme. Vetmja pengesë që është çështja e financave. Ajo çështje duhet të ndahet në proporcion dhe ne ende nuk kemi rënë dakord të ndahet në proporcion apo sipas numrit të banorëve, ashtu siç ne diskutojmë. Diku duhet të ndahet sipas numrit të banorëve, diku në proporcion. Kjo është mes neve kryetarëve komunit që ka ngel diçka e pasditur te çështjet e financave, por shumë shpejt besoj që mbledhjen e radhës që do ta kemi, besoj që do të japim fund edhe kësaj çështje. Nevoja për një zgjidhje urgjente konfirmohet edhe nga shifrat e larta që komunat paguajnë për dëmet e shkaktuara nga sulmet e qenve. Kryetari Shabani zbuloi se vetëm gjatë vitit 2025 komuna e Vrapçishtit ka paguar rreth 9.000 euro për afërsisht 530.000 dinar në emër të dëmshpërblimeve për qytetarët e kafshuar. Nëse flasim për vitin 2025, dikun kanë qenë afër 9.000 euro, nuk kanë qenë, domethënë në dinar, nëse për llogarisëm 520 apo 30.000 dinar, shuma totale është që ne kemi paguar këtë drejtim. Shabani hodhi kritika dhe ndaj institucioneve qendrore duke theksuar se barën kryesore po e mbajnë komunat, ndërsa Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë si dhe Pushteti Qendror shpesh i lajnë duart nga ky problem, i cili kërkon angazhim ligjor dhe financiar të përbashkët. Nuk jemi vetëm ne të cilët duhet ta participojmë në këtë drejtim, është edhe Agjencioni për Veterinari ku duhet të marrë obligimet e veta, po Pushteti Qendror çdo herë nga kjo largohet apo nuk do të vë dorë mbi këtë çështje ku ne bashkarisht kemi për obligime dhe ligjor që ta zgjedhim. Pritet që në mbledhjen e radhës të rajonit të Pollogut të vendoset përfundimisht mbi modelin e financimit, duke i hapur rrugë ndërtimit të objektit që synon të largojë qentë e pastre nga rrugët e qyteteve dhe fshatrave të kësaj zone.